Luks, glam dhe surpriza që ngritën në rjetin në këmbë. Fjolla Morina ka festuar 40 vjetorin e saj në një mënyrë që po bën xhiron e rjetit. Një fest private por super luksoze, ku çdo detaj dukej si nga një film hollywoodian. Të ftuar special, atmosferë ekskluzive dhe një organizim i kuruar deri në perfekcion. Mes tyre nuk munguan as emra të njohur nga Big Brother VIP Kosova, të cilët e kthyen mbrëmjen në një spektakël të vërtetë. Por ajo që mori gjithë vëmendjen ishte paraqitja e fjollës. E veshur me një fustan të kuq që ndeste ambientin, ajo shkëlqeu në çdo moment, ndërsa i gjithë dekori, nga dritat, tavolinat e deri te detajet më të vogla, ishte i zhytur në të njëjtën ngjyrë pasioni. Dhe kur mendon se kjo ishte kulmi, vjen surpriza. Në mes të festës, këngëtarja zbulon një dhuratë luksoze që ka bërë të gjithë të pyesin kush fshihet pasaj. Bëhet fjalë për një unazë nga marka prestigjioze Tiffany me vlerë mbi 3.000 euro, një detaj që ka ngritur menjëherë dyshime për një mundësi propozimi romantik. Por deri tani gjithçka mbetet mister. Fjolla nuk ka zbuluar identitetin e personit që i dhuroi unazën, duke shtuar edhe më shumë kuriozitetin tek fansat. Pamje nga kjo festë luksoze tashmë kanë shpërthyer në rrjete sociale, duke marrë mira reagime dhe duke e kthyer ditëlindjen e saj në një nga ngjarjet më të komentuara të momentit. Çfarë fshihet pas kësaj dhurate? Edhe a kemi të bëjmë me një histori të re dashurie?